Seanca djeshme zbuloi dështimin juridik të mazhorancës në përpjekjen për të justifikuar shkarkimin e kryebashkiakut të Tiranës. Ëngjëlla Gaçi dhe juristët e Ramës pranuan gabimin fatal që mund të rrëzojë të gjithë operacionin politik kundër Veliajt. Qeveria dhe mazhoranca posuan dje një fiasko të plotë në seancën e gjykatës kushtetuese, ku po shqyrtohet ankesa e Erjon Veliajt për shkarkimin e tij nga detyra e kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Juristët e kabinetit të Ëngjëlla Gaçit, në vend që të mbronin vendimin e Ramës, e fundosën atë duke rrëfyer përpara gjyqtarëve një version që shkatëron të gjithë bazën ligjore të shkarkimit. Sipas argumenteve të tyre, Veliaj është larguar pas 90 ditësh mungesë nga detyra, një interpretim që në thelb nuk përbën shkarkim politik, por largim administrativ. Nëse ky kriter do të zbatohej me korrektësi, Veliaj duhet të ishte shkarkuar më së voni në maj dhe jo në shtator, siç vendosi Edi Rama. Pra vendimi është marrë jashtë çdo afati ligjor, thjesht për t'u përdorur si mjet politik në momentin që leverdiste kryeministrit. Këshilltari juridik i presidentit të Republikës, Ilirian Rusmali, ishte ai që ekspozoi publikisht këtë manipulim. Ai theksoi se neni 62 i ligjit të pushtetit vendor nuk lë vend për interpretime dhe se vendimi i Ramës ka qenë i paracaktuar politikisht, jo ligjërisht. Kjo deklaratë shënoi pikën e kthesës në seancë. Juristët e Ramës u detyruan të pranonin se afati i shkarkimit është tejkaluar, duke konfirmuar që procedura është shkelur me vetdije nga qeveria. Pse ndodhi kjo? Përgjigjja është e qartë. Edi Rama nuk donte një zgjidhje ligjore, por një operacion politik të kontrollit të Bashkisë së Tiranës. Në muajt përpara shkarkimit, Rama kishte nisur spastrimin e administratës bashkiake, duke larguar drejtorët, administratorët dhe zyrtarët që i përkisnin rrethit të Veliajt. Në vend të tyre, ai vendosi njerëz të tij personal për ta kthyer bashkinë në një instrument të pushtetit qendror. Ky aksion i veshur me petkun e ligjit ishte në të vërtetë një goditje e pastër politike që u qep trash, pa mbështetje ligjore dhe pa pasoja që sot po dalin hapur në gjykatën kushtetuese. Në sallë Veliaj arriti të shndrojë mbrojtjen në sulm. Ai e paraqiti veten si figurë politike të ndëshkuar nga kryeministri, jo për dështime administrative, por për ambicie dhe pavarësi të tepruar. Në fjalën e tij, ai nuk mbrojti thjesht postin, por sfidoi shefin e tij politik, duke treguar se shkarkimi nuk është akt ligjor, por akt hakmarrjeje. Në një moment të rrallë në politikën shqiptare, një zyrtar i socialistëve ekspozoi publikisht kontrollin autokratik të Ramës dhe e bëri këtë përmes gjykatës, jo përmes mediave apo partisë. Në të vërtetë, seanca e sotme shënon fundin e alibisë ligjore për operacionin e Ramës kundër Veliajt. As juristët e tij nuk mundën të mbrojnë më skemën e ndërtuar për spastrimin e radhëve. Rama i përdori edhe ata i dorëzuan një humbje. Në gjuhë politike, kjo quhet përmbysje narrative. Për herë të parë që nga nisja e luftës së brendshme në PS, Veliaj doli më i fortë në publik se Edi Rama. Por kjo nuk do të thotë se betejë ka mbaruar. Për Veliajn, kjo është vetëm fitoria e parë simbolike, një mundësi për të rivendosur veten në skenën politike dhe ndoshta për të ndërtuar aleanca të reja jashtë kontrollit të Ramës. Për kryeministrin, ky është sinjali më i qartë i konsumimit të pushtetit. Kur edhe njerëzit e tu më besnik arrin të mundin me armët e ligjit, atëherë autokracia ka nisur të shembet nga brenda. Gjykata kushtetuese nuk vendosi ende për fatin e Veliajt, por vendosi për diçka më të madhe, për kufitë e pushtetit të Edi Ramës. Dhe ky në thelb është dënimi më i rënd politik që mund të jepet një kryeministri, që ka harruar se ligji nuk është mjet për të sunduar, por kufi që mbron nga abuzimi.